Selam, çfarë më këshillon përveç lutjes për një dashuri që duket e pamundur, për qenë bashk? Aleikum selam wa rahmetullah. Në fakt, lidhjet jashtëmartesore janë të ndaluara në Islam. Ajo që unë të këshilloj është që kur të lutesh, lutë Allahun e lartësuar që nëse është e hajrit, të ta mundsoj të bashkohesh me të. Dhe nëse nuk është e hajrit, të ta mundësoj të largohesh pa shumë vujtje, si thonë. Më pas, këshilla ime, përderisa e shikon që është e pamundur, është që të angazhohesh me veten. Mos lër boshllëk. Pra angazhohu me lexim, angazhohu me punë, angazhohu me përkushtim, normal me adhurime patjetër, në mënyrë që mos lësh hapësirë për shejtanin. Se shejtani më pas do të hap portën e pesimizmit, pikëllimit e me radhë.